FSHF ka bërë të ditur se ka rinovuar kontratat me stafin e ekipit kombëtar, më saktësisht me trajnerin Silvinho dhe dy ndihmësit e tij, Dorival dhe Zapaleta, por nuk bëhet fjalë për një rinovim afatgjatë, vetëm një që zgjat deri në korrikun e këtij viti, siç parashikohej edhe klauzola në marrëveshjen mes palëve nëse ekipi do të kalonte grupin kualifikues të botrorit 2026. Klauzola në fjalë parashikon që Silvinho dhe stafi i tij do të vazhdojnë punën deri në korrik 2026 me shpresën që të kalojë play-offin dhe të shkojë në botror, e më pas do të merret vendimi nëse do të vazhdohet apo jo bashkëpunimi mes palëve për një tjetër edicion. Njoftimi i Federatës Shqiptare të Futbollit. FSHF zyrtarizon rinovimin e kontratës me trajnerin e kombëtares shqiptare Silvinho Mendes Campos Junior, si edhe me dy zëvendës trajnerët e tij Pablo Zapaleta dhe Dorival Guindoni Junior, duke konfirmuar vazhdimsinë e projektit teknik që ka sjellë rezultate historike për futbollin shqiptar. Kontrata e re me stafin teknik do të jetë e vlefshme deri në korrik 2026 me objektivin madhor kualifikimin për herë të parë në historitë të Shqipërisë në fazën finale të Kupës së Botës. Në drejtimin e trajnerit Silvinho, kombëtaria shqiptare ka shënuar një progres të dukshëm në organizim, identitet, loje dhe rezultate, duke siguruar për herë të parë pjesëmarrje në fazën play-off të botrorit. Në muajin mars, Kuqezin do të luajë një kapitull historik duke u përballur në gjysmëfinalen e play-offit me Poloninë më 26 mars, ndërsa në rast kualifikimi në finalen vendimtare do të përballen me fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi. Vendimi për rinovimin e kontratës reflekton besimin e plotë të FSHF-s në stafin aktual, filozofinë e punës së ndërtuar ndër vite dhe angazhimin për stabilitet, vazhdimsi dhe ambicie të larta. Ky hap synon forcimin e mëtejshëm të kombëtares, rritjen e konkurrencës dhe përfaqësimin sa më dinjitos të futbollit shqiptar në arenën ndërkombëtare. Federata Shqiptare e Futbollit mbetet e vendosur të mbështesë maksimalisht kombëtaren dhe stafin teknik në këtë rrugtim historik me synimin për të kthyer ëndrrën e botrorit në realitet për të gjithë shqiptarët.